Mirëmbrëma, mirë se erdhët në programin Familja 7. Ne sonte kemi nderin të kemi në studio Dr. James Whitty, themelues dhe presidenti Care Corps International, një specialist i traumës për viktimat e genocidit, refugjatët dhe jetimet në shumë vende të botës. Ka një përvojë të gjerë në menaxhimin e konflikteve, është mjek, është psikolog, është këshillues dhe pastor për më shumë se 33 vite. Gjithashtu me ne në studio është dhe zoti John Whitty, drejtori ekzekutiv i Care Corps International. Ekipet e kësaj organizate trajnojnë pastor, kombëtar dhe staf misionarësh që punojnë në zonat të katastrofave dhe luftrave. Kjo shërbes mbështet dhe asiston kishën në misionin e saj për të shpallur lajmin e mirë të Jezu Krishtit. Mirë se na erdhët në studio, shumë kënaqësi të kemi këtë mbrëmje këtu. Welcome in our studio. Gëzohem të jem me ju. Faleminderit. Si keni dëgjuar për Shqipërinë? Probably at least maybe 3 or 4 years ago. Ndoshta të paktën 2-3 vite më parë, kur më ftuan për të ardhur për të dhënë mësim në forumin e udhëheqësisë. Kjo ndodhi vite më parë. Për mua është hera e parë në Shqipëri dhe sigurisht që kam dëgjuar për gjërat e mira që po ndodhin. Kështu pra, mezi prisja të vija këtë herë dhe të isha vetë pjesë e saj. Shpresoj jeni duke kaluar një kohë të mirë këto ditë qëndrimi në Shqipëri. A mund të na shpjegoni pak se çfarë është trauma, si ndikon ajo tek një person, si emocionalisht ashtu edhe shpirtërisht? Well, trauma is something that happens to people when they've been seriously violated, perhaps during war. Trauma është diçka që u ndodh njerëzve kur janë dënuar rënd, ndoshta gjatë luftës apo ndonjë fatkeqësi. Kur jetët e tyre janë shkatërruar, dhe nuk është vetëm një çështje emocionale, është në fakt një çështje fizike. Në fakt ndikon trurin, ka ndryshime në funksionin e trurit. Dhe kështu pra, shërbesa jonë është të ndihmojmë kishat të jenë kisha. Duke ndihmuar kishën, të ndihmojmë njerëzit të cilët kanë kaluar incidente që kanë shkaktuar trauma në jetën e tyre, dhe të fillojmë të shohim shërim në jetët e tyre. E pra, është një përgjegjësi që kemi si të krishterë, si një shërbes dhe mshurie. Jezusi i pa njerëzit dhe tha: "Ja si dele pa bari." Ai pa gjendjen e tyre dhe Jezusi i preku njerëzit. Kështu është edhe shërbesa e shërimit. Duke u sjell jetë njerëzve, jeta e të cilëve është thyër dhe shkatërruar. Their life has been broken and shattered. Po. Dhe në fakt çfarë kujdesi ka nevojë këta persona në fazat e para të traumës? Maybe you can answer that. Yeah, the thing about trauma is that there's a physical. Po, problemi me traumën është se ka një efekt të vërtet të drejt për drejt në tru tek personi. Dhe ka gjithashtu efekte të qëndrueshme të cilat shfaqen në gjendjen emocionale të njerëzve. Madje edhe në manifestimet e tyre fizike. Sigurisht, gjëja e parë që duhet bërë në një situatë krize është të kujdesesh për nevojat bazë. Pra, së pari duhet të merresh me çështjen e sigurisë. Por më pas, një përgjigje e menjëhershme që kupton efektet e traumës në trurin dhe në personin është mënyra më e mirë për të ndërhyrë në situatë. Në dijenin tuaj, cilat janë disa gabime që në fakt shpesh bëjnë ata persona, qoftë afërm ose ata që ndihmojnë dhe urrin pranë atyre që kanë kaluar trauma? A janë disa gabime që bëjnë ata në përkujdesjen ndaj tyre? Well, as he said, you want to establish a sense of safety because the two things that people lose whenever they've gone through a traumatic. Siç tha ai, dëshiron të krijosh një ndjenjë sigurie, sepse dy gjëra që njerëzit humbasin sa herë që kalojnë një ngjarje traumatike, janë jo vetëm ndjenja e sigurisë, por edhe besimi. Prandaj ata duhet të jenë me dikë që mund të ndihmojë dhe të dëgjojë historinë e tyre. Dhe kjo është shumë e vështirë, sepse ajo që ndodh me traumën është se ajo në fakt bllokon pjesën e trurit që mendon. Pjesa emocionale e trurit është akoma duke reaguar. Besohet se kriza është akoma duke vazhduar. Më lejoni t'ju jap një shembull. Le të themi që jemi duke ecur në një shteg dhe shkelni diçka dhe këmba juaj lëkundër ndërsa shkelni. Dhe ju mendoni, gjarpër. Dhe menjëherë trupi reagon duke u hedhur. Por ndërsa ndaloni dhe hidhni syt poshtë, shikoni që nuk ishte një gjarpër, ishte thjesht një shkop. Dhe filloni të qetësoheni. Dhe çfarë i ndodh dikujt që ka kaluar përmes një traume? Ata akoma mendojnë se janë të kërcënuar. Në çdo situatë të kërcënuar dhe ndjen të pasigurt. Pra, ju duhet t'ju jepni një ndjenjë sigurie dhe dikë me të cilin mund të bisedojnë. Të jap se jemi ne të krishterët. Ne kujdesemi. Ne shkojmë për krah atyre që kanë kaluar atë situatë të vështirë. And someone they can talk with. And that's why we as Christians, we care. We come alongside those who've been through that difficult situation.
And I would even add on that. Dhe madje do t'i shtoja këtë pyetjes tuaj specifike të gjërave të cilat janë të padobishme. Dhe mendoj se shumë herë njerëzit hyjnë në një situatë duke dashur të japin përkujdesje. Dhe gabimi që ne të gjithë si njerëz bëjmë është se ne duam të flasim. Dhe një nga benefitet më të mëdha të fillimit të një bisede shëruese dhe të një situate shërimi është të qenit një dëgjues. Një person i gatshëm të dëgjojë se çfarë personi tjetër ka për të ndarë. Dhe kjo kërkon punë sepse ne duam të fillojmë të bisedojmë, por në fakt duhet të duash të fillosh të dëgjosh. Po, kur mund ta kuptojmë që një person kur kalon përmes një traume të fortë ka nevojë edhe për një mbështetje dhe një trajtim më profesional përveç mbështetjes emocionale dhe shpirtërore që ne mund t'i japim? Well, there are certain symptoms that you begin to see. Like, for example, they startle easily. Maybe there's a sound. Epo ka simptoma të caktuara që fillojnë t'i shohësh. Si për shembull, treme shpejt. Ndoshta ka një tingull apo një aromë, diçka që u kujton të njëjtën ngjarje traumatike në jetën e tyre. Dhe kështu pra tremen shpejt, zemërohen dhe acarohen shpejt. Dhe shpesh kanë kujtime të së shkuarës. Kujtojnë atë incident dhe bën të përjetojnë të njëjtën gjë vazhdimisht. Gjithashtu, në veçanti fëmijët kanë mangte. Fëmijët nuk duan të flenë sepse kanë mangte. Dhe ka gjithashtu incidente të ndryshme që mund të ndodhin që ndoshta ju kujtojnë ngjarje. Për shembull, një grua që është e dhunuar. Ndoshta është me dikë që ka një aromë të njëjtë, apo i ngjan në një farë mënyre. Kjo shkakton reagim. Dhe sërish, i zë paniku, reagojnë sikur situata të kishte ndodhur sërish. Dhe duke dalluar këto shenja, këto simptoma, ju bën të kuptoni që janë akoma duke përjetuar lloje të ndryshme stresi. Ne përjetojmë lloje të ndryshme stresi në jetë, normalisht. Stresi akut është, si të themi, ishim duke ngarë makinën për në këtu, për të ardhur në studio, dhe të ngasësh makinën duke u përpjekur të mos godasësh makinat e tjera, është stresuese. Por ka një nivel tjetër stresi i quajtur stresi kronik. Dhe është në këtë rast, bëhet shumë stresues. Merr diçka prej teje, dhe në këtë mënyrë të ndikon sistemin imunitar. Ndikon aftësitë e tua për të ndërvepruar me njerëz të tjerë. Po ka një nivel tjetër që është edhe më i thellë. Quhet PTSD, çrregullim stresi post-traumatik. Kjo ndodh kur dikush është ndikuar thellë nga ndonjë ngjarje tragjike në jetën e tyre. Dhe në këtë rast kërkohet vërtet jo vetëm dikush që i beson, por ndonjëherë është e nevojshme të kemi një profesionist në gjendje që të punojë me ta. Por për çfarë jemi të shqetësuar është të ndihmojmë kishën të jetë kish. Të ndihmojmë kishën për të qenë një vend i sigurt. Një vend ku njerëzit mund të vinë, mund të bisedojnë për atë që ka ndodhur, dhe që nuk do të kritikohen, nuk do të gjykohen. Do t'i dëgjojmë, dhe diçka tjetër në lidhje me traumën është se nuk largohet lehtë. Kërkon shumë kohë për t'u shëruar. Dua të them, nëse keni pasur një krah apo një këmbë të thyrë, do të ishim të ndjeshëm dhe s'mund të vraponim ose të silleshim si normalisht. Ndonjëherë kur mendojmë për lëndimin emocional, reagojmë si, ha pra, kaloje këtë gjë. Por nuk është ashtu. Kërkon kohë. Normally, sometimes we think emotional injury, we're like, come on, get over it. But it's not that way. It takes time. Si besimtar të Jezusit, si mendoni sa ndikon besimi dhe shpresa në shërimin e një personi që ka kaluar përmes traumës? Yeah, I think the healing process is exactly that. It's a process. So it's good to recognize going into. Mendoj se procesi i shërimit është pikërisht i tillë, një proces. Është mirë që ta kuptojmë që në fillim që nuk ndodh menjëherë. Besimi është padyshim një përbërës shumë i rëndësishëm për të mundësuar shërimin e vërtetë, sepse ne kemi plotësinë e plotë që na ofrohet në Krishtin. Por gjithsesi, procesi i shërimit kërkon kohë. Kur punon me njerëz që kanë kaluar situata të rënda traumatike apo ndodhen në situata që nuk janë mbyllur, ndoshta stres kronik, është termi i duhur për diçka që vazhdon gjatë. Por kjo nuk do të thotë që nuk mund të ndodhë shërimi, por duhet të kuptohet se është një proces. Nuk është diçka që ndodh një herë dhe mbaron. Është ndryshe, siç po thoshte edhe Dr. James. Është ndryshe, le të themi, kur thyen krahun. Vendos një allçi dhe pasi krahu shorohet, heq allçin dhe vazhdon jetën. Trauma është ndryshe, në kuptimin që nuk është aq e prerë. Ka akoma disa pasoja afatgjata dhe nevojitet kujdesi vazhdueshëm. Prandaj mendoj që kjo është një nga gjërat më të rëndësishme dhe jap se besimi, duke ju afruar nga një këndvështrimi krishter se si jemi krijuar në imazhin e Jezusit dhe se kush jemi në tërësi si person, është ndryshe nga një qasje thjesht mjekësore, sepse e shohim personin në tërësi. Pra kërkon kohë. Is really different than just a purely medical approach because we're looking at the whole person. So it does take time. Yeah.
A keni pasur ndonjë rast, nëse kujtoni ndonjë rast që ka patur një transformim të fuqishëm në jetën e tij, pasi ka kaluar një traumë, por duke besuar tek Jezusi? Ju kujtohet diçka? A good example, working in Uganda with former child soldiers and sex slaves. Robert, who had been a child soldier, abducted when he was like 12 years old by the Lord's Resistance Army. And you may have heard those stories of... Një shembull i mirë është puna në Ugandë me ish ushtarët fëmijë dhe viktima të abuzimit seksual. Roberti, i cili ishte një ushtar fëmijë, u rrëmbye kur ishte rreth 12 vjeç nga ushtria e rezidencës së Zotit, dhe ndoshta keni dëgjuar për historinë e ushtarëve fëmijë dhe fëmijëve të rrëmbyer. Ai u mor me forcë nga fshati i tij, u detyrua të vriste familjen dhe banorët e fshatit, dhe më pas shkoi në një zonë të quajtur Gulu, në veri të Ugandës, dhe erdhi për të takuar me ne dhe u bë i krishter, pranoi Krishtin. Ishte një njerëz shumë i zgjuar, shumë inteligjent. Kaluan vite dhe unë dëgjova vetëm pjesë të historisë së tij. Dëgjova një pjesë të asaj që i kishte ndodhur, por ju deshën disa vite që të më tregonte të gjithë historinë se çfarë kishte ndodhur, sepse kjo është natyra e traumës. Nuk dëshiron të flasësh për të. Është shumë e dhimbshme. E kush do ta rikujtoj? Por një pjesë e arsyes së të treguarit të ngjarjes është se ke nevojë ta nxjerrësh nga errësira në dritë. Ju e dini, Jezusi ekspozoi errësirën. Jezusi i nxjerr gjërat në dritë. Dhe kjo është pjesë e procesit të shërimit. Të dish që Zoti të do, që Zoti kujdeset për ty dhe duke ditur që Zoti e kupton atë që të ka ndodhur. Dhe kjo është ajo biseda shëruese për të cilën foli Gjoni. Nuk është diçka që ndodh me një herë. Ose ndonjëherë duam të themi, përse nuk lutemi thjesht të çlirohemi? Dua të them, ta largojmë. Por shpeshherë, siç ai po thot, kërkon kohë. Por gjithashtu, kisha është një vend i sigurt. Kisha është një vend ku dikush mund të vijë dhe të tregojë pjesë të historisë së tij. Por problemi me traumën është se historia nuk del gjithmonë në mënyrë të qartë, me fillim, mes dhe fund. Del pjesë-pjesë, sepse truri i cili mendon është mbyllur dhe duhet kohë për t'i nxjerrë gjërat. Një mënyrë për ta shpjeguar është: dikur, para se të kishim telefonat celular, ishte një central telefonik i vjetër. Të operatorja kishte fisha telefonik, dhe atëherë do të vendoste fishën në një vend të caktuar dhe të thoshte: këtu. E po, është e njëjta gjë. Kur ti ngatëron gjërat, edhe truri juaj ngatëron. Duhet kohë për të thënë, jo, kjo nuk shkon këtu, por atje. Prandaj, në vend që të përdor fjalën shërim, më pëlqen të përdor fjalën riparim. Zoti është në biznesin e riparimit. Ai restauron jetët tona. Your brain gets it so mixed up. It takes time to say, no, that doesn't go there. It goes there. And so, instead of using the word healing, I like to use the word repair. God is in the repair business, restoring our lives. Gjatë kësaj bisede përmende pak kishën, cilat do të ishin disa këshilla për kishën lokale që duan që të jenë pak më të përgatitur për të ndihmuar persona që kanë kaluar histori traumatike. Well, I think years ago in their church we had something called testimony meetings. Maybe like in a midweek, and we would gather and people could tell what was happening in their life. Dikur në kishën tonë, kishte diçka të quajtur takime dëshmish. Ndoshta në mesjet mblidheshin dhe njerëzit tregonin çfarë po ndodhte në jetën e tyre, si po vepronte Jezusi dhe si po sillte ndryshim në jetën e tyre. Kisha duhet të jetë një vend ku njerëzit lejohen të tregojnë historitë e tyre, çfarë po bënte Jezusi aktualisht në jetën e tyre. Puna e përkujdesit gjatë traumës po i ndihmonte ata. Po, kjo ndoshta atëherë ndodhte vërtet. E ndonjëherë njerëzit ndihen të turpëruar ose fajtor. Nuk janë gjithmonë të sigurt. Prandaj një nga gjërat kyçe është të thuash, nuk është se ka diçka që nuk shkon me ty, por diçka e keqe të ka ndodhur ty. Sepse armikut i pëlqen të përdor turpin dhe fajin për të detyruar ata për t'i mbajtur gjërat në errësirë. Dhe t'i nxjerrësh në dritë do të thotë të flasësh jo vetëm për atë që ndodh, por edhe për atë që Jezusi po bën në jetën tënde. Shërbesa e udhërimit është një vend i natyrshëm ku njerëzit mund të ndajnë se çfarë Zoti po bën, si po i sjell nga trishtimi në gëzim dhe plotësi. What God is doing, how he's bringing them from that sad place to a place of joy and completeness. A ka pasur ndonjë moment të vështirë për ju personalisht që e kujtoni gjatë gjithë këtyre viteve
punë dhe gjatë gjithë këtyre viteve eksperiencë me njerëzit e traumatizuar? Well, CareCorps began about 33 years ago in Bosnia. And I would say through the years, the hardest part is when you're working with children. John leads the Children's Trauma Program. E po, CareCorps filloi rreth 33 vite më parë në Bosnjë. Dhe do të thoja që gjatë viteve, pjesa më e vështirë është kur punon me fëmijët. Johnny drejton programin për traumat e fëmijëve. Dhe kur punon me fëmijët dhe dëgjon çfarë kanë përjetuar, si baba dhe gjysh, kur dëgjon histori që kanë ndikuar tek fëmijët si abuzimi, dhuna, gjithmonë prekem. Ekziston diçka që quhet traumatizmi sekondar, që do të thotë se kur dëgjon historinë e tyre, mund të fillojnë të ndikojnë në të njëjtën mënyrë. Prandaj, kur punon me njerëz që kanë kaluar ngjarje tragjike, duhet të kujdesesh edhe për veten, sepse mund të fillojë të ndikojë errësira. Armiku e do errësirën dhe e mban të fshehur. Por Jezusi na sjell në dritë, ai na çliron. Na çliron nga ajo ngjarje e tmerrshme që ndodhi. Pra, ishte atëherë, por tani është ndryshe. He sets us free from that horrible event that happened, so that was then, but this is now. And for you, John, how is this experience? Yeah, for me, I would echo. I think trauma and seeing people that have gone through difficult situations is not an easy area to provide care and to be involved. Po, edhe unë mendoj të njëjtën gjë. Mendoj se trauma dhe të parit e njerëzve që kanë kaluar situata të vështira nuk është një fushë e lehtë për të ofruar kujdes dhe për të qenë i përfshirë për sa i përket një pune të llojit të një shërbese, por është gjithashtu shumë domethënëse dhe mund të shohësh veprën e frymës së shenjtë në jetën e njerëzve dhe hapat që janë ndërmarrë drejt të qenit i plot, drejt shërimit dhe rindërtimit. Po, kur sheh fëmijët në mënyrë të veçantë, mendoj se fëmijët shpesh anashkalohen. Fokusi im gjatë gjithë jetës sime profesionale ka qenë ose në fushën e edukimit me fëmijët, ose në lidhje me një mjedis për kujdesës, që siguron programe ndërhyrjeje. Dhe mendoj se kjo vjen nga dëshira ime personale për të parë që fjalët e Jezusit për vlerësimin e më të vegjëlve të bëhen realitet. Sepse fëmijët janë fëmijët ata që do të rriten. Nëse nuk kujdesemi për ta, çfarë presim për të ardhmen? Dhe mendoj që fakti që të gjithë jemi krijuar në imazhin e Zotit, duhet të them Zanafilla kapitulli 1 vargjet 26 dhe 27, është shumë e qartë për të gjithë ne. Jo vetëm të rriturit janë krijuar në imazhin e Zotit. Dhe kështu pra mendoj se kjo është vërtet një pikë referimi shumë e rëndësishme për mua që të drejtoj punën time drejt vlerësimit të fëmijëve dhe të shoh që ata po marrin kujdesin e duhur. Pra mendoj se kur sheh pasojat e mëkatit në jetën e fëmijëve, është shumë sfiduese dhe është tragjike ta shohësh. Prandaj është e rëndësishme të përgjigjemi dhe të jemi të përfshirë në shërbes. So that's why it's a good spot to respond and to be involved in ministry. Dhe kur punoni në zona lufte dhe katastrofe, si kujdeseni për anën shpirtërore dhe emocionale tuajën? I just returned from Ukraine. I was training the pastors. Sapo jam kthyer nga Ukraina, trajnoja pastor, shpesh edhe kapelan ushtarak që kujdesen për ushtar, që kanë qenë në luftë për 3 vjet. Një nga gjërat më të rëndësishme për mua është të jem pjesë e një skuadre. Një skuadër bashkë me kujdestarë të tjerë, që të mund të ndaj edhe unë historinë që dëgjoj, sepse edhe unë kam nevojë për kujdes. Më ndikojnë, duhet të jem i vëmendshëm, sepse është si rregulla që futen në nder, madje as që nuk e vëren që po fillon të ndikojnë. Dhe kështu pra më duhet gjithashtu që nëse nuk kujdesen për veten, nuk mund të vazhdoj të kujdesen për të tjerë. Prandaj është e rëndësishme të kujdesen për veten. And so it's important in self-care. Totally agree. Yeah, being aware of the effects of Po, secondary. jam plotësisht dakord. Duhet të jesh i vetëdijshëm për efektet e traumatizimit sekondar, edhe për çdo që është në një situatë kujdesi. Duhet të jesh i vetëdijshëm për faktin që gjërat që ti dëgjon janë shpesh të referuara si njohuri të tmerrshme, që do të thotë që këto janë gjëra të cilat mund të dëgjosh dhe janë shumë të vështira, madje edhe të pakuptimta për personin që përpiqet të ofrojë kujdes. Këto duhet të përpunohen dhe të trajtohen. Prandaj, është e rëndësishme të kesh mbështetje rreth vetes si kujdestar, apo kushdo që është në një marrëdhënie për kujdesese, në mënyrë që edhe vetë mos filloj të ndjej të njëjtën gjë. Dhe si përgatisni ju ekipet tuaja të CareCorps International për të shkuar në vende të tilla edhe për të trajtuar persona që kanë kaluar trauma? Keni shkuar në disa vende të botës. Well, we on our website, carecorps.org, we provide a lot of resources. Në faqen tonë të internetit, carecorps.org, ofrojmë shumë burime. Kemi një manual traume që është një hyrje bazë madje edhe për dikën nga kisha. Nuk ke pse të jesh profesionist, por që të kesh mundësinë të kuptosh disa hapa për të kujdesur për njerëzit. Ka edhe një manual për traumat e fëmijëve për të punuar me fëmijë.
dhe pra të pasurit e këtyre burimeve ndihmojnë njerëzit. Për sa i përket përgatitjes personale, padyshim që lutemi. Kemi një ekip lutje që na mbështet. Nuk shkojmë me fuqinë tonë. Nuk shkojmë si amerikanë, por si bashkëbesimtar në Jezusin dhe jemi aty për të ndihmuar kishën të jetë kishë. Thjesht japim disa mjete praktike që kisha të di si të qëndroj pranë dhe të tregoj dashurinë e Zotit për ata që janë lënduar dhe abuzuar dhe të tregojnë dashurinë e Zotit në atë situatë. And bring God's love to people who have been violated, who've been abused, and to show God's love in that situation. Dhe në gjithë këto vite përvojë keni takuar njerëz të shumtë që në fakt kanë kaluar përmes dhimbjes, përmes tragjedive të ndryshme. A do të kishit një mesazh inkurajimi për dikë që është duke na ndjekur në këto momente dhe ka kaluar ose po kalon një situatë të tillë? I guess the message of hope is the gospel. That's what Jesus came announcing. Mendoj se mesazhi i shpresës është Ungjilli. Kjo është ajo që Jezusi erdhi të shpallte, dhe kjo është ajo që Gjon Pagëzori shpalli në shkretëtirë duke thënë: "Përgatitni rrugën e Zotit." Një thirrje e qartë që diçka ka ndryshuar, sepse Jezusi erdhi në tokë dhe u bë pjesë e përvojës njerëzore. Shpresa është që kemi një shpëtimtar që ka përjetuar gjithçka që ne kemi përjetuar dhe do të mund të përjetojmë, dhe e ka kaluar këtë stuhi. Dhe mendoj se kjo është një shpresë e përjetshme që sigurisht më jep kurajo, sepse ka shumë errësirë përreth, por errësira nuk do ta mposhtë dritën. The darkness will not overcome the light. I was a pastor for many years, and when that invitation came to me to go and help the church in Bosnia all those years ago during that war. Kam qenë pastor për shumë vite, dhe kur mora ftesën për të ndihmuar kishën në Bosnjë gjatë asaj lufte, përvoja ime në 27 vende më ka ndihmuar të shoh Jezusin e dëmshur, që kupton çfarë përjetojnë njerëzit. Dhe ne si besimtar, shërbesa e rëndësishme është të jesh pranë, të jesh i disponueshëm, të dallojmë njerëzit që janë lënduar thellë. Shërbesa e kujdesit, të qenit pranë dikujt, është një privilegj. Dua të them, këta janë njerëz. Shkoj në vende si Ukraina ku ka luftë dhe nuk shkoj me forcën time, por me fuqinë e frymës së shenjtë që na udhëheq dhe na jep mundësinë që thjesht të inkurajojmë dhe të japim disa njerëzve shërbesë që të ndihmojmë kishën. And I don't go in my own strength. It's the power of the Holy Spirit guiding and directing. E them sërish kështu, të ndihmojmë kishën të jetë kishë. Ndihmoj këtë gjë që bëri Jezusi. Jezusi tregoi dëmshuri. Këtë bëjmë edhe ne si të krishterë. Por ndonjëherë njerëzit nuk dinë se çfarë të bëjnë. Nuk dinë se si të ndihmojnë fëmijët. Nuk dinë se si të ndihmojnë ata që kanë kaluar trauma. Shërbesa jonë është të japim trajnim dhe mjete praktike që të mund të ndihmojmë të tjerët. They don't know how to help people who've gone through it. And our ministry is just giving some training and some ministry tools so we can be able to help others. Shumë faleminderit, unë ju falenderoj që ndatë me ne eksperiencën tuaj, urtësinë dhe zemrën tuaj për njerëzit e lënduar. Faleminderit, ishte kënaqësi të isha këtu. Kujdesi për ata që kanë kaluar trauma nuk është vetëm një detyrë profesionale, por një thirrje hyjnore për të qenë duar dhe zemra e Krishtit në një botë që vuan. Le të jemi të ndjeshëm dhe të vëmendshëm e të gatshëm për të sjellë shpresë dhe shërim aty ku ka dhimbje. Ju falenderoj që qëndruat me ne, rikthehemi pas pak në studio.